Kjo është Radio Lab dhe transmeton nga Departamenti I Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti Histori Filologji në Universitetin e Tiranës. Përshëndetje nga Departamenti I Gazetarisë dhe I Komunikimit, moduli I radios. Unë jam Kevin dhe sot kemi të ftuar një personazh që ka dalë nga bankat e shkollës në cilën ne po diplomohemi këtë vit. Sot ai është një nga gazetarët më të famshëm dhe më me influencë dhe drejton një nga programet më të rëndësishme të aktualitetit. Me mua në studio sot Blendi Fevzio. Mirë se erdhe dhe faleminderit që e pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Do ta nisim fakt me një ngjarje të aktualitetit që ka mbushur thuajse çdo portale dhe media ditëve të fundit. Është protesta e Zvërnec Nartës. Ju kam dëgjuar që thonin që gazetaria është edhe intuit. Ku ju çon intuita në këtë valë protestas që është duke ndodhur? Duhet të përgjigjem shkurt e gjatë. Si ta duash ti? Unë mendoj që protesta del nga kuadri I Zvërnecit dhe I Nartës. Fillesa ose shkaku ose shkëndia e parë e protestës ishte Zvërneci, rrethimi, ngjarja që ndodhi gjatë protestës, por thelbi I protestës është pabarazia që po krijohet gjithmonë më shumë në shoqërinë shqiptare, varfërimi I klasës mesme, vështirësia e të rinjve për të integruar dhe për të pasur një jetë dinjitoze, mos shpërndarja e drejtë, tani nuk ka asnjë shpërndarje të barabartë, sepse komunizmi pretendoi një shpërndarje të barabartë dhe si arriti dot. Po shpërndarja më e drejtë e të ardhurave në një shoqëri, flas të ardhurave të mirave materiale të përgjithshme të shoqërisë, dhe shumë fenomene të tjera pasaj që lidhen shoqëri. Arsimi I keq, shëndetësia mizerabël, mungesa e shërbimeve, arroganca e pushtetit, mënyra se si shpeshherë njerëzit me pushtet trajtojnë pjesën tjetër të shoqërisë. Kjo është për sa I takon thelbit protestës në gjykimin tim. Nga pjesa e dytë lidhet me atë se sa një protest mund të kanalizojë pakënaqësinë popullore, por nuk mund ta adresojë, por nuk mund ta kanalizojë atë aty ku duhet. Pse? Ti sot ke një protest e cila nga dita në ditë mund të jetë edhe më masive, mund të ketë edhe më shumë njerëz, mund të ketë edhe mund të shuhet. Po pretendojmë që do vi duke u rritur. Nuk ka asnjë formë tjetër për të ndryshuar pushtetin politik në një vend veç zgjedhjeve. Zgjedhjet dhe vota janë I vetmi element që njihet. Elementi tjetër është revolucioni, se kam dëgjuar dhe fjalën revolucion, po fjala revolucion është një idiotësi që nuk ka sens, sepse edhe 102 vjet më parë Fanoli bëri një revolucion dhe mas 6 muajsh u detyruar të lindte pushtetin. Nuk të jep njeri dhe nuk të lejon njeri një pushtet që nuk kalon nga vota. Ti nuk mund të zaptosh institucionet dhe thuash jam unë. Se revolucioni këtë synon. Revolucionet e keq qenë suksesshme në fillim të shekullit 20 me revolucionin bolshevik, I cili pasi edhe dështimi më I madh në historinë e njerëzimit, por aktualisht do shkojmë tek bota. Që do të thotë, nëse sot kryeministri I Shqipërisë, të cilit I kërkohet dorëheqja, do të jepte dorëheqjen dhe do shpallte zgjedhjet parakoshme për 45 ditë. Mas 45 ditësh, përpara cilës zgjedhje do të gjendeshin shqiptarët, duhet votonin ose Rish Ramën, ose opozitën e cila prapë është për projektin e Zvërnecit dhe pak a shumë është e njëjta formull, ose partitë e reja, të cilat pavarësisht se në një moment janë bashkuar protestës, thelb nuk kanë qenë kundër investimit, se investimi ka qenë aty dhe është folur më parë. Pra, ose protestuesit do adresojnë një pakënaqësi, por nuk kanalizojnë dot zgjidhjen e kësaj pakënaqësie, ose do krijohen formacione politike që këta njerëz të votojnë këto formacione politike që duhet shumë I vështirë për një arsye, sepse në protest ka një amalgam ideologjike. Ka nga të majtët ekstrem që shkojnë deri tek të djathtët radikal. Ka nga antisemitët tek pro-muslimanët deri tek njerëz që po ashtu nuk kanë asnjë formacion tillë, pra kanë formim shumë të mirë, shumë intelektual, por që thjesht janë kundër padrejtësisë. Pra është e gjitha një amalgam që duhet ketë një zgjidhje. Dhe por nuk ka një zgjidhje, po zgjidhja në çdo rast do jetë politike. Pra transformimi në një formacion politik që mund të drejtojë vendin. Mi që jemi tek investimi, nëse Zvërneci nuk do të përfshinte këto emra ndërkombëtar kaq të mëdhenja, do të ishte kaq e lehtë miratimi I këtij projekti? Miliona dollarësh. Tani un kam një bindje tjetër, un kam bindjen që investitorët e huaj në Shqipëri nuk lejohen dhe përzihen. I përzën. Çdo investim në Shqipëri bëhet nga investitorë shqiptar, të cilët kanë shumë kollaj ta gjejnë gjuhën dhe komunikimin me pushtetin politik, se sa një investitor I huaj. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare, sepse ju po më thoni nëse s'do ishin këto emra të mëdha do bëj Zvërneci. Un po ju them që në zonën e mbrojtur të Zvërnec Nartës, prej 6 vitesh ka filluar projekti ose 5 vitesh I aeroportit Vlorës. Tani pyetja ime është, disa pushues me fëmijë mund të krijojnë problem për ekosistemin më shumë apo 100 apo 150 avion në ditë që do ngrihen me zhurmën e një aeroporti? Po të flasim për ekosistemin, aeroporti është 10 herë më I dëmshëm se sa investimi I godinave. Aeroporti është ndërtuar aty, kanë protestuar vetëm një pjesë ambientalistësh dhe nuk ka pasur ndonjë protestë.
Nëse ju sot pyesni çdo specialist të globit dhe çdo specialist në Shqipëri, kush do ishte më i dëmshëm për një park mbrojtje, padyshim do i thonë aeroporti. Ka standarde se sa larg aeroporti. Pse aeroportet sot ndërtohen 40-50 km larg qyteteve? Një nga arsyet kryesore është rreziku që ka qyteti, zhurmat, ndotja akustike e tjera. Pra, në këtë aspekt nuk pretendoj që qeveria shqiptare po ndihmon investitorët tuaj, unë pretendoj që janë investitorë shqiptar që bëjnë çështë mundur të pengojnë investimet e huaja në Shqipëri. Mi që jemi tek pyetja juaj, atëherë kryeministri Rama thotë që nuk do të shkatërrohet fare habitati i pelikanëve apo i flamingove, po pse disa ambientalistë janë kundra kësaj? Pra ambientalistët janë si ekspertë. Para unë nuk e di çfarë thotë Rama, se nuk është se i besoj shumë Ramës. Rama bën demagogji dhe ka bërë vazhdimisht këtë gjë, del pretendon një gjë, e shet shumë të madhe. Rama ishte që thoshte incineratorët do ta pastrojnë Shqipërinë dhe sot është afera më e madhe korruptive në vend dhe një grop e madhe e zezë që vazhdon të thithë në një farë mënyre ose të bëj pisë këdo. Jo, unë nuk i besoj çfarë thotë Rama, unë i besoj më shumë vet investitorëve, standardeve që ata sjellin duke qenë një investim ndërkombëtar. Kurse për sa i përket protestës së ambientalistëve, në të gjitha rastet do ketë protesta. Nuk ka asnjë gjë në botë që nuk ka protesta. Një nga debatet më të mëdha të viteve 70-80 ka qenë ngritja e reaktorëve atomik. Ka pasur njerëz që janë lidhur me pranga në telat në rrethimin e jashtëm të reaktorëve atomik për të mos lejuar ndërtimin e tyre. Pra ka njerëz që janë kundër, ka njerëz që janë pro, shoqëria nuk mund të jetë uniforme. Edhe ideja e protestës që thotë kush është me ne është i drejtë dhe kush është kundër nesh është tradhtar, është absolutisht një ide bolshevike e neveritëse. Çdo njeri ka të drejtë këtë opinionin e tij dhe shumica dominon. Kjo është vetmja mënyrë funksionimi i një shoqërie demokratike. Në shoqëri totalitare vendos njëshi dhe tjerët janë detyruar të bëjnë çfarë thotë ai. Pra në këtë aspekt unë nuk kam shumë besim se çfarë thotë Rama, po kam besim që një projekt ndërkombëtar me arkitekt ndërkombëtar dhe natyrisht me supervizim real të qeverisë do ishte më efikase se investimet që bëjnë shpesh investitorë shqiptar që paguajnë në dorë apo rishfete tek administrata për të marrë sa më shumë favore. Dje kryeministri pati një intervistë në CNN dhe me gazetarën u pa që të kalonte deri në tone të tensionuara ku ai theksonte se është penguar e vërteta edhe është përhapur fake news i gjithandej. Ju si e shihni këtë si një strategji që ai po i shmanget pak përgjegjësisë? Jo, s'po them fare për këtë gjë. Rama ka një lloj tensioni dhe arrogance edhe mediatike dhe publike së fundmi. Unë kam thënë dhe para ca ditësh në një video, unë mendoj që arroganca e tij vjen nga votat e shumta. Çdo njeri ti nuk mund ta ndërtosh vetëm mbi idenë e ndershmërisë apo kosciencës tij personale. Ti do ta llogarisësh mbi bazën e kontrollit. Prandaj shoqëri vendosin kontrolle. Prandaj ka opozitë dhe mazhorancë. Prandaj ka domethënë mekanizma të tjerë. Kur ti jep një njeriu 83 apo 86 vota, më shumë se çka pasur kushdo tjetër në këto 35 vjet në historinë e Shqipërisë, më shumë se sa Partia Demokratike e vitit 1992 që ishte një referendum, apo më shumë se sa ngjarjet e 97-s, pra PS-ja kur erdhi në 97-ën, ti duhet kesh parasysh që ky njeri mund të bëhet arrogant. Ndoshta ai mund të jetë njeri i vetë kontrolluar, po ti nuk mund të nisesh me analiza psikologjike të personit, ti do nisesh me mekanizmat mbrojtës. Dhe këto 83 vota Edi Ramës ja kanë dhënë votuesit, një pjesë e cilëve sot mund të ketë poshtë dritares tij. Prandaj them edhe një herë që nuk ka asnjë formë tjetër për të kontrolluar një qeveri përveç votës. Kur sipas jush ai ka arritur në stadin që është pak arrogant për shkak të votave që ka marrë. Kur mendoni se ai mund ta lërë pushtetin? Shumë arrogant. Okej, në rregull. Shumë arrogant. Kur mund ta lërë ai pushtetin? Kur mos ta votojnë më. Kur mos ta votojnë më? Jo kur të dojë ai vet apo? Po pse do? Jo, ai çdo njeri mund të ketë një moment që lodhet dhe ikën. Po unë nuk gjykoj dot a është lodhur ai apo. Po nëse ai s'lodhet dhe ndihet i motivuar. Njeriu largohet me votë. Pastaj çështja e dorëheqjes është çështje që lidhet me rrethanat e tij personale, me kosciencën e tij. Ti mendon që Rama, Rama mendon që njerëzit e duan. Se ti mund ta dëgjosh dhe ato që thotë. Ai thotë unë kam marrë 83 vota, 900.000 shqiptarë më kanë besuar mua, unë nuk pyes për 9.000 që mund të jenë poshtë zyrës time. Dhe në logjikën e gjërave ti duhet bindesh me këtë. S'ka asnjë konfirmim ose rikonfirmim përveç atij që vjen me votë. Për të mbyllur me çështjen e Zvërnetës në Artës, nëse ju do të kishit përballë kryeministrin Edi Rama dhe do t'i bënit një pyetje të vetme, cila do ishte ajo? Unë bëj një pyetje të vetme, unë kam thënë që ditën e martë që e kam lajmëruar me një video të parë dhe i kam kërkuar që rrethimi i Zvërnecit të hiqej për aty ai me tela me gjëmba, sepse ishte skandaloz. Dhe kaq ka qenë gjëja e parë dhe unë kam pasur bindjen që për një projekt tillë kaq të madh, shoqëria shqiptare duhet bënte një diskutim paraprak. Pra duhet njoftohej nga qeveria, investitorët duhet ta prezantonin vetë projektin,
duhet bëshin debate për studio me ambientalist, me njerëz që janë pro investimeve, se Shqipëria nuk është një ngjyrshë. Unë dje kisha në studio përfaqësues të real estate-it që mendojnë që kjo është e domosdoshme, përfaqësues turizmit, përballë kisha ambientalist apo po quaj qytetar të angazhuar që s'duan. Pikpamjet që kanë janë ndryshme. Një person i zhvillimit real estate dhe mendon atë si një mundësi të madhe fitimi për vendin. Një person tjetër që lidhet me turizmin mendon që rrit standardin e turizmit. Një qytetar i angazhuar mendon që kjo zonë i takon gjithë qytetarëve dhe nuk ka pse të ketë në një zonë elitare. Një ambientalist mendon për pelikanët, flamengot apo gjithçka tjetër. Shoqëria nuk është nish. Ka pasur vetëm një herë ka qenë shoqëria nish dhe atëherë kishte dritë hije në errësirë për nën underground, dhe shoqëria komuniste. Ti sot ke një shoqëri të hapur në të cilën në mënyrë absolute gjithë secili ka të drejtën e tij të mendojë si ai mendon dhe ta diskutojë. Mungesa e këtij debati publik çoi në këtë situatë. Pas zgjedhjeve të fundit që ndodhen në Shqipëri, a ka opozita një figurë që mund ta sfidojë vërtet Edi Ramën apo kanë mbetur akoma në ato alternativa që nuk janë ende bindse për? Jo, unë mendoj që opozita nuk është rinovuar sa duhet. Ka mbetur në vend dhe për momentin nuk është sfidante ndaj Edi Ramës. Apo e vuan pak zoti Sali Berisha kostën e mosprodhimit të një brezi të ri politikanësh, frymëzues, që ndryshojnë Partinë Demokratike në imazh dhe në qasje? Unë kam bindjen që politikanët e rinj nuk i prodhon një njeri, i prodhon koha, situata dhe aftësitë e tyre personale. Për sa kohë nuk ka pasur figura shumë imponuese, se ti mund të thuash si lën këto gjitha justifikime. Nuk ka asnjë rast, nuk njoh unë përgjithësi që njerëz të Zot të mos çajnë dot përpara. Mund të vonojnë rrugën e tyre drejt suksesit, por rruga e suksesit është e pashmangshme kur ti je i Zotit. Këtu është krijuar një stereotip shumë i keq, në të cilin dhe një adhurim ndaj liderit që është absurd në dy raste dhe në dy forcat politike, që i ka dhënë një kost të shoqërisë shqiptare që do t'i duhet vite që të shërohet. I dëgjova edhe më pak në narrativën tuaj që folët edhe për partitë e reja, po sa janë shanset reale që partitë e reja të ringrihen edhe ndoshta të zënë një vend shumë të mirë në qeverinë e Shqipërisë? Partitë e reja që nuk ekzistojnë apo këto partitë e reja që Këto partitë e reja që kemi u provuan zgjedhje dhe nuk patën ndonjë impakt madh. Unë mendoj që në një farë mënyrë shumica e liderëve të tyre janë mini modele të Sali Berishës por në formë tjetër. Pra të gjitha partitë deri tani ke vetëm denoncimin. Po shoqëria nuk është denoncim. Shoqëria është ofertë në radh parë. Ti duhet shkosh dhe duhet të thuash qytetarëve që dakord, Rama ka bërë deri këtu, ka bërë gjëra të mira, ka bërë dhe gjëra të këqija, bilancin le ta zgjedhin vetë, se po ka bërë më shumë të mira e votojnë, po ka bërë më shumë të këqija e votojnë. Ti duhet të thuash që unë nga ky stad do ta çoj vendin në një stad tjetër shumë më të lartë. Ti nuk mund të rrish këtu duke thënë shi ai e bëri keq, ai e bëri keq gjithmonë. Ti do të tregosh çfarë mund të bësh më mirë. Shoqëria kështu zhvillohet. Alternativa është kjo. Ti të gjithë partitë e vogla, unë kam pasur në studio, asnjëri nuk kishte asnjë ambicie për të dhënë një frymëzim më shumë, sepse mendonin duke denoncuar të mund të fusnin veten apo maksimumi edhe një tjetër deputet. Nëse ti flet për të drejtuar një vend, ti duhet të jesh njëri i gjerë, që ti ecën me një hapësirë të madhe, ti drejtohesh një grupi më të madh. Kështu që për momentin e shoh shumë vështirë. Mos duket fare çudi që mund të ketë pastaj një figurë krejtësisht periferike, që nuk është në qendër të vëmendjes, që del befas nga një moment, siç mund dali nga protesta, që mund të kanalizojë këtë pakënaqësi popullore dhe mund të marrë më shumë vota se këto parti. Është një problemi. Ka qenë Siriza në Greqi. Siriza është shembull tipik. Siriza destruktoi një prej partive më të fuqishme të majta në Europë, që ishte PASOK-u. Arriti ta shkatërrojë duke i marrë elektoratin. A mund të jetë problemi i partive të reja se nuk e njohin shumë mirë komunikimin ose sipas jush e njohin ato mirë komunikimin? Jo, mendoj që partitë e reja në komunikim janë më mirë se sa partitë tradicionale. Agron Sheja, Adriatik Lapaj, Arlind Qorri janë më komunikues, janë më mirë në komunikim se sa shumë prej liderëve të partive tradicionale. Nuk them se Berisha dhe Rama, po se liderët e tyre. Ka një problem me komunikimin, dhe këtë bisedë kam pasur edhe para 10 ditësh. Për fat keq politika po mendon që është shkëputur më nga shoqëria poshtë. Domethënë politikanët kanë bindje që çfarëdo që ata thonë, shoqëria poshtë e ha, bindet, mendon si ata dhe ka gjuha që përdoret nga politika nuk ngjit më në publikun poshtë. Pra ka një moskuptim, ka një hendek shumë të madh në mënyrën se si e percepton dhe si e pret mesazhin pjesa poshtë dhe si e çon mesazhin pjesa lart. Kjo vjen kryesisht nga arroganca e fuqisë, se s'po them vetëm pushtetit, se këtu fut edhe opozitën, nga arroganca e fuqisë dhe ideja që të tjerë s'kan ç'a bëjnë se këtu ne jemi dhe s'kan zgjedhje tjetër. Po kur është kjo arrogancë kaq e madhe, pse vazhdojnë të dominojnë të njëjtat figura politike për ndoshta 3 dekadash? Sepse i votojnë. I votojnë. Patjetër. Si do ta largosh një figurë ti nëse se voton? Po çfarë mund ta sjellë ndryshimin? Vota.
s'ka vetëm një mënyrë, të binden që vota nuk ndrohet me i thes miell, të binden që vota nuk ndrohet me një vend në administrat, të binden që vota nuk është nder për një shok apo një vota është arma e vetme e gjithë secilit për të ndryshuar të ardhmen e tij dhe shoqërinë. Nëse s'duan do vazhdojnë të rinë në të njëjtin batak. Nëse do të zgjidhnit një politikan që në 10 vite ka potencialin për qenë lider i Shqipërisë, kush do të ishte ai? S'di do të them tani, se nuk është se kam evidentuar në një gjë shumë të madhe, por ta kisha evidentuar do kisha thënë menjëherë publikisht, do isha treguar edhe shumë i vëmendshëm në emision. Nuk është se kam grupime njerëzish që mua më duken më mirë se sa pala tjetër. Për shembull, PS-ja është krejtësisht e tharë në raport me të rinj. Nëse ti më quan të rinj, këta persona që janë në parlament, që janë një karikaturë shoqërisë shqiptare, karikaturë shkollimit mbi të gjitha dhe formimit. Nëse më flet për ministra që para diem kapi qeshura në studio sepse 7 veta nuk dinin kush është ministri i mjedisit, si dinin emrin, dhe si dinin emrin as ministrit ekonomist, tani unë këta nuk mund t'i quaj me perspektivë për 10 vjet të ardhshme. Te opozita ka 2-3 figura që më janë dukur më interesante, por që nuk mund të them që secili prej tyre mund të jetë një lider i vërtet. Gjatë karrierës tuaj gjatë politike, pra që jeni marrë me politikën, kush janë ato politikanë që mund t'ju kenë surprizuar për mirë dhe disa që mund t'ju kenë zhgënjyer në thonjza brenda objektivitetit gazetarit? Unë nuk është se kam pasur një zhgënjim të madh nga politika. Surprizim po ashtu të madh nuk kam. Unë mund të them si kam ndarur politikanët. Njerëzit më të fortë politikisht, edhe me karizmë politike dhe me mbështetje politike kanë qenë padyshim Nano dhe Berisha. 2 personazhe të çuditshëm, me Nanon dhe Berishën ti nuk flet ndryshe. Je këtu në një intervistë live në televizor, je në një kafe, shkoni takon në zyrë, apo ja, këta njerëz flasin njësoj. Këta kanë qenë 2 të fundmit dinosaur, po i quaj, të një komunikimi të njëjtë. Nuk e gjen ti Sali Berishën ndryshe, nuk e gjeje Fatos Nanon ndryshe. Shkoje të takoje në zyrë, në shtëpi, në rrugë, ai komunikon të njësoj. Vjen një grupim i dytë pasaj që është Rama dhe Meta, që ishin njerëz më fleksibël, mundoheshin të krijoheshin një lloj afinitetin një anë dhe një sjellje pak më demagogjike në pjesën tjetër. Këta janë politikanët më me prerje politike. Pastaj pjesa tjetër, për fat të keq edhe për hir të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, nuk ka prodhuar njerëz me personalitet fort. Ki parasysh një gjë, personalitetin e njeriut e krijojnë momente të mëdha. Prandaj protesta mund të ketë një shans të krijojë leadership politik me personalitet. Brezi im ka qenë brezi më parazit i Shqipërisë në fund viteve 80. Një brez që rrinte gjithë ditën tek bordura përballë Hotel Dajtit, ngrohej në diell, gjithë ditën prindrit na bënin copë duke thënë ju jeni parazit, ju s'dini të bëni asgjë, ne punonim, përpiqeshim, dhe brenda një nate, midis 9 dhe 10 dhjetorit, ose brenda 4 ditëve, ky brez u transformua i gjithi. Dhe di kur u transformua në moment kur prindrit që erdhën për të marrë fëmijët që të hiqnin nga protesta studentëve, filluan të shihnin fëmijët në sy sepse e kuptuan që vetëm rezistenca e fëmijëve të tyre mund ta ndryshonte sistemin. Pra prindrit ishin të pamundur, më të pafuqishëm për ta ndryruar sistemin. Kishin frikë ta ndronin sistemin dhe e kuptuan që fëmijët nuk e kishin këtë frikë. Dhe kur fëmijët panë sytë e prindërve të tyre që shpresa e prindërve mbritet e këta, ata u kthyen absolutisht në personazhe me një personalitet të jashtëzakonshëm. Dhe ende sot kur i takoj, janë të paktët njerëz ata që kanë dalë nga viti 90 që çfarë kanë ta thonë sy dhe nuk kanë frikë. Do të nuk vinë, as nuk thonë më tha ky, më tha ai, më bër, tash nuk them të gjithë, po flas një pjesë e madhe e njerëzve kanë akoma atë lloj karizme që ju ka ardhur në një moment caktuar. Janë kohët e mëdha që prodhojnë personalitete më të mëdha dhe më të fortë në formim. Këta mund të jenë njerëz sot që merren me biznes, mund të jenë njerëz që janë punën e tyre, po prap kanë një kurajo ta thonë gjën më në sy sepse u mësuan një moment caktuar të jetës tyre, kur ishin 21, 20, 19 apo 22 vjeçar, që të përballeshin me një rrezik të madh real, ai ishte rrezik real, nuk ishte shaka. Dhe u mësuan ta kapërcejnë këtë gjë. Kështu që në historinë e Shqipërisë kjo ka ardhur në 2-3 raste, se në 112 vjet, 113 vjet që ne kemi histori tamam të shtetit shqiptar flas, nuk është shumë e kollajshme, duhet vi një moment i caktuar. Shpresoj shumë që kjo protestë të paktën të plazmojë një brez tillë. Ju keni kërkuar një debat ose një përballje mes Ramës edhe Berishës në studio. Nëse kjo do të ndodhte hipotetikisht, kush do ta fitonte komunikimin? Nuk ka për të ndodhur, shumë e thjeshtë. Ata nuk duan më edhe për arsye të situatës politike, nuk kanë qejf të përballen me pyetje. Edhe reagimi i Ramës në CNN tregon një lloj nervozizmi që nuk duan më pyetje.